do t'i themi mirëmëngjesi, do t'i themi Dashi. Dashmir, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe në emisionin tonë të mëngjesit. Mëngjesi, respekt. Faleminderit shumë për këtë lidhjen të drejt për drejt që po mundoheni ta bëni. Ne kemi qenë disa ditë në komunikim për arsye edhe të kohës dhe të udhëtimit tuaj dhe ka qenë problematike gjatë gjithë kohës që të komunikojmë, po unë do doja të më thuash fillimisht ku gjendeni për momentin, sepse e prezantova në emision që ju keni marrë një mision për të shëtitur globin të gjithin. Dhe për momentin jeni në kontinentin afrikan, në mos gabojnë ju kanë mbetur edhe 2-3 shtete për të kaluar Afrikën dhe pastaj ku do të jetë destinacioni juaj. Tani ndodhem në Mozambiki, në shtetin e 86 udhëtimit tim, mbas 2 vjetë që edhe 7 muaj udhëtim. 2 vjetë e 7 muaj udhëtim? 2 vjetë e 7 muaj udhëtim, shime 26.000 kilometra, i vetëm me dy rrota në të... Zotëri Dashnor, prej ku keni filluar? Nga cili vend keni filluar? Pastaj si ka qenë Curia? E nisi nga Librazhdi, në mos gabohem, a? Ditë e parë nisi që nga shtati imi Knarës i Librazhdit, ditë e dytë ka qenë Struga, Petova, Shkupi, pastaj u Talavan Greqin. Do të kështu e nisi udhëtimin e tij. Dhe ku është destinacioni juaj i fundit dhe pastaj do flasim edhe për problematikat që keni hasur gjatë gjithë rrugës. Ne në ndërkohë po japim disa pamje, unë kam gjetur disa pamje interesante gjatë gjithë rrugtimit tuaj që e keni filmuar. Faleminderit shumë për gjithë këto pamjet dhe unë më vjen shumë keq që keni kaluar disa kalvare vuajtjesh, sepse keni rasur në disa problematika me motocikletën tuaj, e cila ditën e djeshme apo të pardjeshme, sepse u kam ndjekur gjatë gjithë kohës, arriti në 190.000 kilometra, në mos gabohem. Në 90 e 700. E 700 i ke kilometra. E duke hecun. Duhet hesni, shumë mirë. Zoti Dashnor, më thuaj, ç'është kjo sfidë që ju shtiu konkretisht merreni me këtë shëtitje në për glob me motocikletë? Si e morët këtë vendim? Dhe i vetëm, mos harroj. Ka vështirë. Kjo është një sfidë, siç e theti, kjo është një aventurë. Nuk është edhe kur takoj njerëz nga Afrika, se këtu janë çike, është botë tjetër, kanë pyesin më thonë, mirë se erdhe bos, mirë se erdhe shef. Se ka një shprehje këta botë, se kanë thonë një përgjithësi, kur shikojnë hujt, edhe ju them që unë nuk jam botë, unë jam një aventurier, unë nuk jam biznes, kjo që bëj unë është histori, edhe megjithatë është një histori. Ky udhëtimi i vetë botë me një motor, se motori nisma udhëtimit është se po në fshatin e Lindjes me këtë motor prapë. Pra do të ktheheni në Librazhd. Do të kthehet në Librazhd, sigurisht. Ne i dëshirojmë një rrugtim të mbarë, pas stresi, pa halle, por do më thuash në kontinentin e Afrikës që keni kaluar, keni hasur edhe në shumë vështirësi të shumta, ku keni patur edhe problematika të shumta me motocikletën tuaj, që në ndërkohë po shikojmë edhe disa pamje, që keni patur, do më thënë, disa avari me radiatorin të shumta. Më thuaj... Ata janë gjërat vogla që ndodhin, edhe me bicikletë, kur nisëm se dha aty ke pritje. Motori s'ka pas një problem serioz, thjesht shërbime, riparime, edhe disa pjesë të vogla, siç e theti, u shpu radiatorin, ndalova, rregullova. Kjo është pjesë e aventurës. Më thuaj, cili shtet në Afrikë të kanë mirëpritur më mirë? Ku ke kaluar më mirë? Gjitha shtetet. Në të gjitha shtetet? Gjitha shtetet. I do të numër në 10 as i shtetit. Gjitha shtetet janë të respektuar shumë. Po në cilin shtet keni hasur më shumë sfida? Diçka që do të ta mbani mend? Po, sfidat janë disa shtete nga rrugët e këtij edhe dje hasëm një rrugë të keqe 200 kilometra, dhe pa shtruar, ose ishte problem. Në Gujnia ka pas prapë një javë me temperaturë 42 gradë, ku mu dojtë dhe siguresën motorët, që gjithë zotit unë jemi pregatë, nuk ngell asnjëherë pa ujë. Pa ushqim kam ngell, por pa ujë s'kam ngell. Pa ushqim kam ngell. Pa ushqim po, pa ujë jo. Pa ujë s'kam ngell, pa ushqim po, kam ngell 3-4 ditë. Zotëri Dashnor, po ashtu dua të di se drejtori më ka informuar se gjithashtu keni pasur edhe kështu jeni takuar me... Po, është ballafaquar me kafshë të egra, sepse ka kaluar në për habitatet e tyre.
Si ka qenë përballja në situata të tilla? Rastisht jam fut, jo rastisht futa qëllimisht, po në parkun kombëtar të Tanzanisë, edhe shkova direkt në hoteli, ati u deshte që të mbyllje takimin gati i muaj para, unë shkova direkt në hotel dhe kalova i vetëm në për zonën e botën e egër. Duke pa gjirafa, duke pa elefant, motor elefanti, duke pa krokodila, hipopotame, shumë të tjera. Ju tur elefanti, ju lishua? Po, mu lishua, mu ku i themi tur, themi nga dialekt i dhe. Po, e qartë. E qartë, po kemi pak probleme lidhen, nuk ju dëgjojmë shumë mirë, por gjithsesi mundohemi që zbërthejmë. Edhe pse e dim që interneti, po deri tash mund të themi me mashallah punon mirë interneti, sepse e dim që keni edhe problematika të shumta për qasjen e internet. Po, internet e shtrobën në Afrikë, me thamë drejtën. Zoti... Edhe do të themi që jemi përballë duke rujt për herë, duke rujt vetëm, nuk na loj në vende që pylli dendër, mundohem siç e thash parë, mundohem të kem ujë me vete, po jam 100% i siguruar me benzinë vetë. Për motorin. Unë doa të di zotëri dashur, kur e keni filluar këtë rrugtim, e keni menduar që do të zgjatet kaq shumë, apo gjatë rrugës e keni shijuar, e keni vendosur që ta vazhdoni edhe më shumë, ndoshta keni pasur edhe asi momente të tilla kur keni menduar që ok, tani është koha që të kthehem, apo doni që në fakt do të vazhdoni curia edhe më shumë? Qëllimi e ka dhënë. Në 5 kontinente, deri tani kam bërë 2 kontinente, kam edhe 5 shtete. Mbaroj Afrikën, pastaj në Argjentinë, pastaj në Australinë, pastaj në Azinë. Edhe ajo pyetje që bërë ti e ke menduar që do ta lësh ose mendime, se rrugtarët që keni qef pyetje provokuese, ai mendim nuk e kam shokun, e kam atë mendim, e kam hutur në zyrtar dhe e kam hutur çelësin det. Nuk vjen ai mendim. Nuk vjen ai mendim këon. Na tregoni si ta bëjmë edhe ne kur kemi sfida të shumta në jetë. Kur takohemi nga afër ose kur lexojmë librin dhe kuptoj komplet historinë e udhëtimit, sa tani nuk kuptohet dot. Është vështirë tani kam dhe përkraje shumë nga shqiptarët, edhe se kur dhe mund nuk më lejnë ime me lanë udhëtimit. Zoti Dashnor, unë do doja t'ju pyesja, a ke financues që të ndihmon në lidhje me këtë udhëtrimin, sepse e dim që është goxha i shtrenjtë gjithë ky udhëtim që e bëni. Apo e keni të gjithën vetë financim? Po ta shpjegoj. Unë e kam nisë me 0 financë dhe me 0 sponsor. Sponsor me kontratë. Gjatë udhëtimit filluan në grupet motoristë, kam 22 grupe që më ndjekin me përcjellje, më ndihmojnë. Gjatë udhëtimit, avashabas duke e kuptuar njerëzit vendimat të vogla, nga 10 euro, nga 5 euro, nga 20 euro, thjesht një qirasje, një kafe ose një natë hotel. Këta quhen përkaje, nuk është sponsor. Sponsor është një kujdes për ju, për mrekullinë që po na e jepni. Një kujdes nga gjithë qytetarët të ndershëm që po mundohen për mrekullit dhe të them të drejtën shumica e njerëzve në ndërgjegjen e tyre janë paksa të shqetësuar për udhëtimin tuaj, sepse gjatë gjithë kohës jeni i vetëm, edhe është paksa shqetësuese dhe sikur po mundohen gjatë gjithë momenteve kur mundoheni që të bëni lidhje të drejtë për drejta në Facebook konkretisht, mundohen që të shfryhen me ju, të komunikojnë, sepse e ndjejnë paksa më afër se ç'duket, zoti Dashi. Po, ajo është e vërtet, unë nuk pata internet, isha në kufi, se kam një strategji, në çdo kufi të Afrikës, asnjë nuk futem natën. Qëndroj për shembull 500 metra, 100 metra nga pika e kufirit. Pika e kufirit, edhe do flej aty dhe futem çdo herë ditën. Po bën 36 shtetet të Afrikës, futem në mëngjes. Në mëngjes, sepse në mëngjes janë freskët, janë edhe doganierët, janë më të qetë, e kam pi kafen, edhe s'm gjeni probleme. Zoti Dashi, unë do doja edhe 2 pyetje i kam, sepse nuk dua t'ju marr kohë, sepse keni një rrugtim shumë të gjatë. Ju falenderoj shumë përzemërsisht për lidhjen të drejtë për drejtë
që e bëni me ne shikuesit tanë në Maqedoninë e Veriut, konkretisht në televizionin Alsat. Unë ju falenderoj përzemërsisht për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Alsati më ka bënë intervistë, të ndërhy. Alsati, një gazetar, më ka bënë intervistë kur isha në Maqedoni, kur bëna një gjëra. Ju kam takuar edhe unë ju kam takuar. U takuam tek opera dhe baleti, aty u ndalet për një kafe, aty u takuam. Aty e bëm intervistën, po. Zotëri Dashnor, tani publikisht ta keni parasysh që kur të ktheheni, jeni të mirë se ardhur këtu në studio. E keni derën e hapur, sigurisht. E keni derën e hapur, do të ishte kënaqësi në fakt të ju kemi sërish në televizionin Alsat. Ajo është këmbaj se një aftë. Unë do doja, për gjithë kësaj eksperiencës, gjithë kësaj ekspeditës, do të përfundon gjithë ky përjetim që e kaloni ju në ndonjë libër apo në ndonjë film? Me libër. Me libër, me film, jo, se une nuk kam shumë, 2 telefona kam e vete, kam një GoPro, po arrita do të rregulloj tip dokumentari në një televizion. Kam një GoPro me vete, që kam po shumë filmime. Aty ndoshta bëjmë një gjë, kurse 100% është libri. Jo libra, për 2 libra, se njësë nuk del. Më thuaj, keni patur raste që keni fletur edhe në për tenda natën? Shumë herë. Shpesh herë. Zoti Dashi, më thuaj edhe një gjë për fund, kështu që mos marrim kohë. The që shumica e shteteve afrikane ju kanë mirë pritur shumë mirë. Duke e ditur se shumë vështirësi hasni edhe në gjuhën angleze, që ka shumë vende që nuk e njohin. Si e gjen mënyrën për komunikim? Është gjuha e shpirtit, gjuha e shenjave. Unë nuk kam shumë kontakte me njerëzit, ta thash dhe parë jam e përgatit vetë, e njoh mirë teknologjinë, përgatitjen praktike, dhe të një ustarit e gjatë, edhe nuk bëj shumë kontakt me njerëz që t'i shpjegoj. Me shpeja, shpeke pike benzinat, tani ka pas probleme me benzinat, nuk ka, edhe me bidona, si e thene ju, me pagur. Po, me bidona, po. E provoj, nuk marrë shumë se tu të mashtrojnë, edhe marrë një bidon, edhe provoj se le kushtëm një, se ku me shumë, edhe nëzirë për të fullin duke që nuk e lek shumë, a i të është gënjen. Aty ku kushtëm një era, i të thot kushtëm 5 era, që kanë si e huj. Edhe duhet strategi, duhet kujdes. Më thuaj, ju shoqëron dhe një arush pellushi? Kam një të vogël, një të madh. 2 arusha i ke? Një të vogël, një të madh. Ky simbol, sepse unë do doja të them që është gjysh, dhe i ke dhurat nga nipi apo mbesa? Nipa, kam 2 nipën. 2 nipat, me jetë të gjatë e të lumtur. Me jetë të gjatë, shëndet të plotë. Ne kam 2 arusha. Për 2 nipat, që i ke me vete gjatë gjithë kohës. Po. Ky është simboli i këtij udhëtimi. Kam javën fort, ata e kam shok. Është fantastike sepse në fakt të kesh një gjysh i cili do të rikthehet me të gjitha këto storje dhe... Me ngjarje të jashtëzakonshme për jetime. Me ngjarje fantastike, unë jam shumë e bindur që edhe mungesën që keni për ta, do ta, së të them, do ta plotësoni, kompenzoni me storjet e bukura kur do të rritën dhe kur do t'i dëgjojnë. Me pralla të shumta që do t'u arrofen nipërve. Me pralla reale. E veçanta është se unë nipin e bukur se kam pa fare që ku ka lindur. Do të thënë ka lindur gjatë rrugtimit tuaj. Gjatë rrugtimit, po, se kam pa as fotografi, nuk e shpjegoj. Zoti Dashi, po, kjo është shumë sakrifis. Për të gjithë aventurën që po e kaloni, mirë po do ta kompenzoni kohën. Unë do doja edhe një pyetje të fundit. Kur e mendoni, sipas planeve tuaja, uroj që të dalin ashtu siç keni dëshirë, kur mendoni që do të rrumbullaksohet i gjithë globi? Unë e kam me lënë një vetë, se nuk ka asnjë datë, udhëtimi im është pa plan, nuk ka datë saktimi ku do të përdoret, po e kam lënë nga fundi 2027, por mund të shkoj edhe 2028, varet nga si të shkoj situata rrugës me shëndetin, me motorin, me çdo. Unë ju dëshiroj një rrugtim të mbarë, të qetë, të lumtur dhe me plot befasi të mira, të themi, edhe sa më pak halle dhe telashe. Ndonjë mesazh për shikuesit tanë të cilët kanë dëshirë të bëjnë kështu çuditëra, siç e keni bërë këtë sfidën tuaj, si mund
t'i motivojnë. Si mund të jeni një motivues ose udhërrëfyes për të ballafaquar njerëzit me sfida të tilla? Ëndrat duhet me lënë në sirtar, duhet me hapë sirtarin edhe me vazhdu që në mëgjes, edhe të e përpara, me forcë, me guxim, çdo gjë arrihet. Sigurisht. Kur ke dëshirë, kur ke pasionin, kur ke guximin, forcën, edhe përgatitjen. Paçi shëndet të plot, paçi forcë, gjithmonë të ballafaqoheni me gjëra të bukura, qoftë rrugtimi juaj i lehtë dhe i bukur, dhe avanturat mos paçin fund në jetën tuaj. Mbi të gjitha, unë edhe njëherë ju dëshiroj shëndet të plot dhe faleminderit shumë që na nderuat me prezencën tuaj. Zotë Dashi, faleminderit shumë. Është kënaqësi. Rrugë të mbar, edhe qetësi, dashuri dhe harmoni rrugtimit tuaj. Mos na harroni, ftesa qëndron e hapur kurdo që të kaloni këndej.